Ju përshëndes. 7 minuta dhe të ora 12 e natës. Kthehemi për në shtëpi. Si e kam thënë, kur shkoj për në punë, këndoj atë këngën Sa me gëzim për shkoj në punë. Po dhe tani, sa me gëzim për shkoj në shtëpi. E sa bukur, dhe me këngën e Jani Parios. Tjetër tani. Nata, se nuk u kalë shumë lëvizje. Nesër dhe pas nesër, kam pushim. Një 10 kilometra e ca është puna larg nga shtëpia. Anari prapë. Tani është kthesa për të dalë në Egnatia. Të vështi Kasirë, shkruet, Kata, e Selamikut. Tjetër dhe dalë Egnatia. Ta mbyll këtu e do marrë Egnatinën. Sa kujtime kjo rrugë. Kur erdha për herë të parë me djalin, për erdha si turist në vitin 1992. Mars. Në 92 erdha si turist. Në 30 mars në 97 emigrant. Sa ndryshime jeta.
rast I madh atëre me drita këtu në Selanik, gjallëria, dyqanet etc. S'këtej gjendja andej në the 7-a, në the 8-a. Të themi të drejtën, ka ndryshuar Shqipëria në të drejtim. Ka ecur. Flas për jetën edhe për nivelin jetësor. Flas për aparencën, kozmetikën e qyteteve, Korça, Tirana, e të gjitha. Një ndryshim I madh. Të qef të vesh. Nuk e dem këtë, të qef e të jetosh. Jo se e them unë. Po dhe kur vetë aty na thonë, shpëtu aty ti, po pse them shumë mirë ndryshime gjëra. E mos shiko aparencën. Ata e din. Do të ecim paralel. Zhvillimi I superstrukturës e të tjerave, me strukturë, me ekonominë. Me kostën e jetesës. Jo se Greqia është përpara në këtë drejtim. Më përpara është Shqipëria. Po është shumë mbrapa nga vendet e tjera perëndimore. Jo të Ballkanit. Vendet e Ballkanit është më përpara. Po me vendet e tjera të Bashkimit Evropian është mbrapa. Megjithatë, jetojmë. Si kam thënë ai librit, jemi parë me shkrime kujtime, e megjithatë jetojmë. Lavë në sirtar, e lash në sirtar diplomën. Ç'të bësh? Megjithatë, nuk qajmi. Kaloj ora 12 me 2 minuta kaloj. Ju përshëndes. Përqëndroje më shumë në rruga. Për një 5-6 minuta arri në shtëpi. Gjithë të mirat.